Unë jam Giuliano Hasho, djali i Elmas Hasho. Sot unë po dal nga gjykata e shkallës të parë Vlorë, totalisht i zhgënjur me një vendim të marrë që kanë lënë një vrasës me arrest shtëpie. Ku është drejtësia këtu? Ku është? Unë kërkoj të drejtën time, i bëj thirrje kompetencave më të larta të drejtësisë të Shqipërisë. Ju lutem vini drejtësi në vend. Si mund të lihet i lirë një vrasës që ka kryer dy vrasje të dy fisht? Kur do e shohim ne drejtësinë? Kemi të gjithë mbi 20 vjet që po e presim këtë drejtësi, edhe vjen momenti gjykata e lë me arrest shtëpie. Shteti shqiptar duhet të veprojë menjëherë që ta kthejnë përsëri në burg, edhe jo në burg të thjeshtë, në burg të sigurisë të lartë, sepse ka bërë vrasje të dy fisht. Jam Mimoza Hasho për të denoncuar një vrasje të dy fisht në lagjen Pavarësia në 22 nëntor të 98-s, Beqir Hasho dhe Elmas Hasho. Unë jam gruaja e Beqirit. Atë ditë ishim ngritur me vajzën të sëmurë dhe kemi shkuar në spital. U këthyem nga spitali, morëm ilaçet e duhura për vajzën dhe shkuam në shtëpi. Mbas pak vjen Elmazi për të pyetur dhe për të interesuar për vajzën. Mbas i hëngrëm bukë, kaloi pak kohë dhe Elmazi do ikte për në shtëpi. Sa vete për të marrë makinën, kthehet prap dhe kërkon Beqirin. I thot që nuk mund ndizet makina. Del dhe Beqiri dhe nga ai moment as punë 10 minuta të dy ishte bërë gjithë veprimi, vrasja të dy vëllezërve. Isha e shokuar, nuk dija, do me thënë as pse, as si, as nuk e besoja, për disa muaj isha komplet e shokuar. Kemi vajtur në polici, kemi bërë denoncime dhe në gjykat, kam bërë denoncime her pas here. Mbas kaq vitesh, policia është vënë në lëvizje dhe ka kapur Gerti Selimaj. Ishte në Itali, është ekstraduar nga Italia dhe kanë sjellë para një jave në Shqipëri. Viola Canaj, një gjykatëse e Vlorës, e ka lënë në arrest shtëpie. Pyetja ime është kjo: mbas 24 vjetësh që unë, familja ime dhe gjithë familja e Beqirit dhe Elmazit kërkon drejtësi, ku është drejtësia kështu? Jam munduar si nën për mos të bërë hakmarrje. Kam bërë punën time mbas kaq vitesh që fëmijët kur ishin adoleshencë ti mbaja, ti kujdesja, ti mos të vepronin për hakmarrje. Thoshja drejtësia do bëj punën e saj, do vi ora e drejtësisë. Besoja te drejtësia dhe drejtësisë shqiptare i lutem dhe ja kam lënë asaj në dorë mbas 24 vjetësh të zbardhet çështja. Mos na vrisni për herë të dytë. Kaq kisha, falenderoj dhe besoj te drejtësia.